Mirëmbrëma të gjithëve, qytetarë, mbështetës të Lëvizjes Bashk. Mirë se keni ardhur në këtë protestë organizuar për të shprehur kundërshtimin ton ndaj vendimit tashmë të shpallur të partisë në pushtet për të mos ia hequr imunitetin Belinda Ballukut. Por çështja nuk është nëse Belinda Ballukut do dënohet apo jo. Çështja është pse Edi Rama i del në mbrojtje Belinda Ballukut. Dhe përgjigja është sepse në Shqipëri shteti nuk ekziston. Shteti si koncepti i një morie institucionesh të cilat kontrollojnë njëra tjetrën për të balancuar pushtetin si koncepti i një strukture të përbërë nga burokrat në punës civil, detyra kryesore të cilëve është të mbikëqyrin zbatimin e ligjit. Ky shtet pra nuk ekziston. Shteti shqiptar është sot që nga ministrat e deri tek funksionarët më të rëndomt është kthyer thjesht në një fasad. Është kthyer në një zyrë notarie të madhe, si më thënë, që ka për detyrë të formalizojë marrëdhënien informale të ngritur nga Edi Rama, nga ku buroni gjithë pushteti, me oligarkinë ekonomike dhe me grupet kriminale. Prandaj Edi Rama detyrohet që t'i dalë në mbrojtje Belinda Ballukut, sepse që kjo strukturë të funksionojë, kjo që quhet shtet, kjo ngrehim të funksionojë, duhet që të ekzistojë siguria se njerëz të nivelit lartë, të Belinda Ballukut nuk preken dot nga drejtësia. Po prap, çështja nuk është a do dënohet apo jo Belinda Balluku. Çështja është nëse qytetarë shqiptar do vazhdojnë të durojnë, të jetojnë në hyjmin e kësaj ngrehine të projektuar dhe të ngritur tashmë nga Edi Rama prej 4 mandatesh. Nëse këtij shteti gabitqarpa, nëse banorët do vazhdojnë, banorët e Klosit, të Bulqizës, të Martaneshit, të Tragjasit, të Kuçit, të cilëve u grabitet uji, banorëve të Rjollit dhe të Zvërnecit, që u grabitet prona, banorëve të Durrësit, të Thethit, që u prishet në mënyrë selektive shtëpit, para tyre banorëve të Astirit dhe të Pesmajit. A do vazhdojnë ta durojnë bikurizën e tyre këtë ngrehin. Ka dhe nga ata të cilët thurin këngë lavde për Edi Ramën si që moti për diktatorin. Dhe që këngë valle në përca skena surreale që të bëjnë dhe me ndorë sikur gjithë jetojmë në një makth kolektiv nga i cili nuk zgjohemi dot. Në një makth i cili kur zgjohemi e të hapim syt për të parë se si e kemi katandisur vendin ton, vetëm atëherë këta që janë ramistët më të thekur do kthehen në anti-ramist. Por ç'vlerë do ketë atëherë kur vendi do ta kenë braktisur trinjt. Këngë valle, kostume popullore daulle që tha fare mirë ai qytetari që ju desht kalon dhe i parit e ajo rruga e shembur, tha këtyre përpara u çajnë rrugët se sa t'u çajnë daullet. Ato rrugët që ndërton Belinda Balluku dhe që sa bie shiu i parë, shkrihen si dishin akullore. Por çështja edhe një herë nuk është a do dënohet apo jo Belinda Balluku. Çështja është se vendi ka hyrë në një krizë të vërtet institucionale për shkak të përplasjes së hapur tashmë mes pushtetit ekzekutiv dhe pushtetit gjyqësor. Çështja është nëse kjo krizë institucionale do të komprometoj perspektivën e Shqipërisë për të integruar në Bashkimin Evropian. Me fjalë tjera, nëse evropianëve do t'u mjaftoj emergjenca gjeopolitike në të cilën ndodhet kontinenti për të na integruar dhe neve, apo nëse me të drejtë do ta vendosin Edi Ramën përpara përgjegjësisë për faktin që është duke e minuar sistemin e drejtësisë që është investimi më i rëndësishëm dhe më serioz që kanë kryer ndërkombëtarët në Shqipëri. Po populli, anën e kujt do të mbaj populli? A do vazhdoj populli shqiptar të ngelet spektator i ngjarjeve që kryen në kurrizë të tij dhe që i vuan po ai? Apo do kthehet në një aktor aktiv që të marrë në dorë fatet e veta? Kjo është çështja. Pra kuptoni që çështja mbi imunitetin e Belinda Ballukut është si një nyje ndërlidhëse e gjithë këtyre dilemave që parashtrova dhe përcakton qartazi momentin në të cilin Edi Rama i ka shpallur hapur një sfidë sistemit drejtësisë, ndërkombëtarëve dhe mbar popullit shqiptar.
Prandaj çështja është në qoftë se do fitoj ai apo do fitojmë ne si shoqëri. Kjo është çështja. Prandaj falenderoj gjithëve që keni ardhur. Fjalën për orë të tjera.